Në muajin që lan pas u pensionua si gjyqtare, profesion që e kishte nisur se e re. Por për 11 vite ajo qëndroi në krye të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pavarësisht sfidave e presionit, duke arritur ta bënte këtë institucion të besueshëm në shembull për organizim të zgjedhjeve. Baldete Daka, ish kryetare e KQZ-s në një rrëfim për dokumentarin Ekspoze të Gazeta Blitz, ka folur për punën e saj, fillimisht si gjyqtare e më pas si kryetare e KQZ-s. Vështirësitë, sfidat, presionet, paragjykimet si grua, shkarkimin, ofertat për të hyrë në garë për deputete dhe arsyet e refuzimit të saj. Si 25 vjeçare kishte nisur punën si gjyqtare me sfidave e paragjykimeve si një grua e re e vetmja në gjykatën komunale në Prizren. Megjithatë, ajo ka arritur që të dalë ballë sfidave dhe t'i kaloj ato, pa e ndalur punën asnjëherë. As sfidat e as presioni politik e medial nuk e kanë detyruar të bëj kompromis për punën e pavarësinë e saj. Ka nisur e ka përfunduar karrierën si gjyqtare pa u lëkundur në parimet e saj. Unë jam emëru gjyqtare në vitin 1986, kohë shumë e lartë për i tash, domethënë para 40 vjetë, jam emëru gjyqtare, kam qenë një ndër gjyqtarët më të reja në Kosovë, kam qenë vetëm 25 vjeqe. Dhe ka qenë për mu puna e parë, pothuajse, përveç praktikës cilën e kom kry për një vjetë, kjo ka qenë puna e parë të cilën e kom punu dhe praktikisht e kom punu ta njëtën. Unë kam qenë gjyqtare dhe kam përfundu karrierën si gjyqtare. Ka pas sfida në atë kohë të lloj-llojshme, fillimisht ka qenë sfidë me punu si femër gjyqtare, se ka pas shumë pak, unë kam qenë e vetmja në gjykatën atëherë komunale në Prizren, pastaj kam qenë e vetë ndër të paktat në gjykatën e Qarkut në Prizren, po ajo me kohë ka ndrua ajo mendësi dhe ajo më nuk ka ekzistuar si sfidë. Ka qenë sfidë koha kur kemi punu në sistemin e kaluar dhe kur është dashur më ballafaqu edhe me rastet të cilat kanë qenë në atë kohë. Tash atër janë qujt ka pas prapavi nacionaliste, ka qenë bukur e vështirë në atë kohë, fatbartësisht për mu, une nuk kom qenë pjesë aty në vendimeve sepse kom punu me të mitur, mandej kom punu me çështje civile, pak, dhe nuk kom pas fatin që me u ballafaqu me ato raste, mirë po ka pas gjyqtar që është dashur me u marrë me ato dhe ka qenë e vështirë, pastaj jemi largu nga puna të gjithë gjyqtarë shqiptar dhe kemi mbet pa punë. Domethënë ka qenë një pjesë e vështirë e jetës ku jemi ballafaqu me familje, me familje të cilat kanë mbet pa puna, pa të ardhurna, ka fillu ato krizat e para luftës dhe të gjitha ato dhe jemi ballafaqu edhe me luftën. Pra ka qenë një periudhë bukur e vështirë e jetës. Krahasuar me sistemin gjyqësor aktual, Daka thotë se me atë kohë ka qenë tjetër sistem, tjetër shtet e tjera ligje. Po atër ka qenë këtë komplet tjetër sistem, domethënë kemi jetuar në një shtet tjetër, ka qenë një sistem komunist komplet tjetër, tash është krejt diçka tjetër, ka ndryshu ligjet, ka ndryshu qasja, ka ndryshu mënyra se si gjyqtarë zgjidhen, se si punojnë, pra paka shumë krejt është ndryshe. Ndryshe nga puna si gjyqtare, punën në krye të KQZ-s për 11 vite, Baldete Daka e cilëson histori komplet tjetër. Si gruaja e vetme në krye të 10 burrave, sfidat nuk i pati as pak të lehta. Bashkëpunimi dhe koordinimi i tyre thotë se ka qenë shumë i vështirë. Edhe më i vështirë ka qenë organizimi i zgjedhjeve në atë periudhë, në një mjedis të acaruar me manipulime të shumta të votave. Por për të ka qenë edhe nder që ka arritur që të organizojnë zgjedhjet që më pas janë marrë shembull dhe janë vlerësuar nga vëzhguesit ndërkombëtar. KQZ-ja ka qenë një histori komplet tjetër, sepse është dashur prej një mjedisi ku ke qenë gjyqtar, ku ke qenë i pavarur, ku ke qenë, domethënë, komplet në një mjedis komplet tjetër, është dashur që të ballafaqohem me çështjet të cilat kanë pas punë me politikë, me çështje politike, me zgjedhje, me një segment tjetër të shoqërisë. Ka qenë sfidë
sepse fillimisht kam qenë femër në krye të 10 burrave, të cilët kanë ardhur prej partive të ndryshme, të cilët kanë pas mendime të ndryshme, kanë pas qasje të ndryshme dhe ka qenë e vështirë të gjitha ata me i koordinu dhe me bashkëpunu fillimisht me ta. Po ashtu ka qenë sfidë me qenë në krye të një operacioni aq të rëndësishëm në vitin 2010 të zgjedhjeve, të cilat janë bajt zgjedhjet e para parlamentare sipas ligjeve të Kosovës dhe në një mjedis bukur të acaruar në atë kohë ku ka pas manipulime të mëdha në ditën e votimit ku ka pas edhe vepra penale që janë kry, ka qenë bukur e vështirë. Po e kom pas ndoshta edhe fatin e tillë edhe ndoshta edhe nderin që si KQZ kemi arrit me pothuajse të pamundurën. Kemi arrit që prej një shteti i cili ka organizuar ndoshta zgjedhjet ma të manipulume në atë kohë edhe në regjion edhe ma gjërë, me i organizu zgjedhje të cilat përmenden në të gjithë regionin, të cilat miren si shembull dhe të cilat janë marrë nga të gjithë ata që miren me zgjedhje si shembull se si duhet të organizohen par zgjedhje. Pra ka qenë për mu edhe nder edhe jo me lumtun që kom qenë në krye të një institucioni i cili ka arrit këtë. Paragjykimet e të qenit grua nuk e kanë kursyer as Valdete Dakën. Fillimisht si gjyqtare, sidomos në moshë aq të re, thotë se palët nuk kanë qenë të kënaqura që një grua të vendosë për rastet e tyre. Ndërsa në KQZ ka pasur paragjykime se nuk mund ta përballoj presionin e madh politik apo medial, e shpesh thotë se është ofenduar nga anëtarë të këtij institucioni, ku në disa raste gati sa nuk ka kaluar edhe në përleshje fizike. Si gjyqtare, në fillimisht, kur kom qenë gjyqtare shumë e re, jom paragjyku sepse ka qenë, ashtu them, paragjykimi përgjithshëm atëherë në Kosovë që një femër me gjyku, sidomos një femër aq e re, me gjyku edhe me marrë vendime të rëndësishme për jetën e dikujt apo për pronën apo për çka do. Dhe palët kanë qenë pak ka shumë, jo shumë të kënaqura që ju ka rasti tek një femër. Pa edhe ajo është te i kalu. Në KQZ jo vetëm fillimisht jo që ka pas mosbesim, po thjesht nuk kanë prit që një femër mundet me i përballu të gjithat atij presioni të madh, qoftë politik, qoftë medial, qoftë publik, të cilin e ka KQZ-ja. Sidomos në atë kohë KQZ-ja ka qenë në presion të jashtëzakonshëm dhe ka pas edhe raste kur nga disa anëtarë, s'ka nevojë tash me i përmend, edhe jam ofendu si femër, jam ofendu edhe jam përballë, pothuajse gati edhe fizikisht, që ka qenë pak sfiduese, po megjithatë i kom te i kalu. Ajo për ekspoze ka folur edhe për ofendimet e fushatën linquese në rrjetet sociale, për çka thotë se ajo ka mbyllur edhe llogaritë të cilat nuk i përdor as sot. Unë që nga viti 2010 apo 2011 nuk kam rrjete sociale, jo që kom qenë edhe atëherë shumë aktive, ndoshta vetëm ndoj postim kështu familjar, për shkak edhe të pozitës si gjyqtare, pastaj si kryetare KQZ-s aq më tepër kur kanë filluar ato fushatat edhe ato ofendimet, unë e kom mbyll Facebook-un dhe kur më nuk jam kyç në rrjete sociale, mirë po familja ime ka rrjete sociale dhe ata janë përballë me gjithçka, sidomos në vitin 2021 kur unë jam shkarku, jam përballë me një fushat linquese, jam përballë me gjithçka dhe nuk është se kam një përvojë të mirë. Megjithatë, kjo fushat kundër saj nuk e ka kursyer as familjen e saj, e cila është përballur me ofendime dhe komente denigruese.
Po s'kanë qenë është ato kërcnime reale, sa kanë qenë ofendime, sa kanë qenë denigruse, sa aty e kom pasë se sulmohet një gru dhe deri ku shkon ajo gjuha linçuese e njerëzve, e përdorusve të këtyre rjetëve. Nuk e kom di veten mirë, as unë, as familja, dhe prandaj edhe tash nuk kom nevojë të kyqem në rrjete sociale. Nuk më duket që është në rregull. Duke qenë në krye të një institucioni për organizim të zgjedhjeve, sfidat nuk kanë qenë të pakta, sidomos organizimi i zgjedhjeve të shpeshta, pothuajse të gjitha të jashtëzakonshme. Daka përmend veriu në Kosovës në kohën kur ajo kishte marrë detyrën në KCZ, e pastaj eliminimin e manipulimit të votave që kanë qenë sfida të mëdha. Ka pas sfida të lloj-llojshme, duke filluar nga veriu i Kosovës, që atëherë nuk ka qenë pjesë e organizimit të zgjedhjeve, janë bërë disa palë zgjedhje ku qytetarët e veriut në fare nuk kanë marrë pjesë. Ka pas edhe sulme në pjesën veriore të Mitrovicës, ka pas edhe një djegje të kutive, ka pas gjithçka në atë kohë. Ajo ka qenë një prej sfidave kryesore. Ka qenë sfidë edhe çështja që të arrijmë që të mos kemi manipulime, apo siç i thojnë tek ne vjedhje të votave. Dhe ka pas sfida të lloj-llojshme sepse Kosova ka kalu prej një periudhë, ka qenë një periudhë e tranzicionit, domethënë prej pas luftës, prej vitit 2008 kur u shpall pavarësia dhe kur ne kemi kriju institucionet tona të pavarura, ka qenë bukur sfiduese që me fillu prej fillimi çdo gjë. Dhe mu më ka rahise që zgjedhjet t'i organizojmë në atë periudhë kur krejt ka fillu prej fillimit. Ndonë se kishte edhe një mandat 7 vjeçar që e mori në vitin 2018, nuk arriti ta përfundonte. Kjo pasi në qershor të vitit 2021, Valdete Doaka u shkarkua nga presidentja në atë kohë, Vjosa Osmani, me arsyet se kishte cënuar pavarësinë dhe integritetin e KQZ-s e nuk e kishte ruajtur pamshmërinë politike. Megjithatë, ish kryetarja e KQZ-s thotë se tani është e sigurt se arsyet kishin qenë që pushteti ka dashur të ketë kontroll mbi KQZ-n, çka s'kan mundur ta bëjnë me të, dhe se në atë kohë vetëvendosja e cila kishte fituar zgjedhjet konsideronte se ata që ishin në opozita kishin lidhje me pushtetet e kaluara dhe duheshin shkarkuar. Kjo për të thotë se ka qenë periudhë vështirë, pasi është tentuar të njolloset puna e saj. Arsyet nuk i kom marrë vesh kurrë. Në fakt tash e di cilat janë arsyet. E kom ditë edhe atëherë, po tash jam shumë e sigurt. Është dashur që të ketë kontroll mbi KQZ-n, çka nuk ka mujtë me u bë me mu. Dhe kjo ka qenë një prej arsyeve kryesore dhe ka qenë ajo fryma e vitit 2021 kur ish presidentja tashmë ka qenë pjesë e një liste atëherë të VV-s dhe është dashur që gjithkush që është zgjedh para se ata të vinë në pushtet, është dashur të shkojë nga pozita sepse është konsideruar që ka lidhje, them ashtu në thojza, me pushtetet e kaluara. Ka qenë një periudhë e vështirë për mu, sepse është tentuar që të njolloset puna ime. Unë përveç që kom qenë kryetare KQZ-s, kom qenë gjyqtare e Gjykatës Supreme dhe nuk më ka ardhur mirë që të lidhem me subjekte politike në çfarëdo lloj mënyre, edhe pse kjo ka qenë tentativa e atëherët. Valdete Doaka ishte vlerësuar me çmimin e parë për organizimin e zgjedhjeve nga vëzhguesi ndërkombëtar, megjithatë ishte shkarkuar. Të qenit e pavarur thotë se duket se ka qenë pengesë në vazhdimin e punës së saj. Jam shkarkuar. Edhe pse zgjedhjet ka qenë zgjedhjet atëherë më të mira të organizume, edhe çka është vlerësuar prej misioneve të huaja, jo prej meja, po edhe prej vëzhguesve tonë, zgjedhjet më të mira të organizume edhe unë po them KQZ-ja ka arrit me instalu një kulturë të votimit dhe një kulturë të organizimit të zgjedhjeve që pak
shtete kanë arrit në një kohë aq të shkurt me bo. Na kemi arrit që të miremi shembull në regjion, të ftohemi, të tregojmë përvojat tona se si ne i organizojmë zgjedhjet dhe si. Kjo si duket ka qenë pengesë dhe pengesa ka qenë që unë kom qenë e pavarur. Pavarësisht të gjithë asaj që është folë atëherë dhe që është trumpetu, unë kom qenë e pavarur dhe e kom marrë vendime jone, po e gjithë KQZ-ja ka marrë vendimet ashtu si që është dashur sipas ligjit. E me ish presidenten Osmani, nga e cila ishte shkarkuar, ka edhe lidhje familjare. Është bisedu e është thënë ajo çështje 100 herë, kemi një lidhje të lartë familjare, por nuk është fort me rëndësi. Por si është aktualisht KQZ, 5 vite pas shkarkimit të Valete Dakës? Ndonë se nuk ka shumë dëshirë të komentoj punën e saj, thotë se ndërkombëtarët kanë vlerësuar se KQZ është politizuar. Unë edhe pse nuk kam shumë qef me komentu punën e KQZ-s, sidomos jo punën e kryesuesit të tashëm, megjithatë në zgjedhjet e kaluara është vërejt një politizim i jashtëzakonshëm i KQZ-s, çka është thënë edhe me raportin e vëzhguesve ndërkombëtar, të cilët e kanë vëzhguesit e BE-s, të cilët kanë qenë këtu gjatë zgjedhjeve, sepse na kemi pas vitin e kaluar 2 par, 3 par, sa par zgjedhje, tash mos vetë nuk e dim. Në balotazh 4. 4 palë zgjedhje dhe ata kanë qenë këtu vazhdimisht prezent. Edhe ata e kanë thënë të njëjtën gjë, që KQZ-ja është politizu. Janë marrë vendime politike, jo vendime ligjore. Janë bo tema, çështje të cilat nuk janë fare çështje e KQZ-s, që është për të ardhur keq, sepse tash me shumë mund është ndërtu një institucion i cili ka qenë kredibil dhe ka gëzu besim tek qytetarët. E KQZ që nga viti i kaluar po përballet me organizimin e zgjedhjeve të shumta. Për Dakën kjo nuk është sfidë e madhe pasi KQZ është mësuar me zgjedhje të tilla. Përveç lodhjes që e kanë punëtorët e KQZ-s, nuk është ndonjë sfidë, sepse unë po them, sa kom qenë unë, ne kemi organizu zgjedhje vetëm të jashtëzakonshme. Zgjedhje të rregullta asnjëherë s'kemi organizu, përveç atyre lokale, dhe janë organizu dhe kanë shku në mënyrë perfekte. Thash, nuk është ndoj sfidë e madhe, sepse KQZ-ja është mësu që të organizoj zgjedhje të jashtëzakonshme dhe në afate shumë të shkurta, po është çështje tjetër se sa është e nevojshme të organizohen aq shpesh zgjedhjet, ajo është çështje tjetër. Ndonë se demokracia kushton, mbajtja e zgjedhjeve aq të shpeshta thotë se janë shumë miliona të humbura për një vend si joni. Po, njëherë dikush më ka thënë që demokracia kushton. Mirë po, megjithatë tash pak shumë po kushton, sepse për një vit të harxhohen me siguri dikon rreth, tash do të bëhen me siguri për këto gjitha zgjedhjet dikon rreth 30 apo 40 milion euro, që janë bukur shumë për një shtet si joni. Ish kryetaria e KQZ-s vlerëson se ky institucion ka dështuar në zgjedhjet e shkurtit të vitit të kaluar, derisa pati probleme me rezultatet preliminare. Si duket, KQZ-ja në atë kohë e ka marrë si të qenë faktin që krejt këto do të kryhen pas një pengesë dhe nuk i ka kushtu shumë rëndësi mënyrës se si organizohet ajo pjesë e zgjedhjeve apo shpallja e rezultateve. Duhet me theksu që shpallja e rezultateve është pjesa më e rëndësishme e zgjedhjeve, sepse krejt çka ndodh për atë rezultat. Pra është momenti kyç kur gjithë Kosova i ka sy të drejtuar në ekran dhe i pret që ato rezultate, dhe KQZ-ja atëhershme ka dështu, fatkeqësisht kanë dështu, do me thonë krejt ai operacion nuk është menaxhu si është dashur dhe ka qenë dështim i KQZ-s. Për këtë Daka thotë se janë disa arsye. Ka qenë nështë edhe pa përvoja, ka pas shumë antar të ri, kryetari i ri, edhe pa përvoja, edhe thash, e kanë marrë si fakt krym që
krejt dalin si kur gjithmonë, ashtu ka qenë edhe pritja e qytetarëve, sepse kanë prit që si kur çdo herë rezultatet do dalin me një herë, po këto ka pas sigurisht disa rrethana që kanë ndiku në mosdaljen e atyre rezultateve. E në zgjedhjet e fundit në vend të 28 dhjetorit pati manipulime të shumta ku komisionere vëzhgues në disa komuna të Kosovës u arrestuar në ndyshimin për manipulim të votave. Parregullësi thotë se ka pasur në vitin 2010 kur e ka marrë mandatin, por që më pas KQZ ka drejtuar të gjitha forcat për të reduktuar manipulimet. Po këto kanë ndodhur në vitin 2010. Po pastaj KQZ-ja krejt forcat i ka drejtu në atë që të reduktohet manipulimi dhe t'u spjegohet komisionerve që ato që janë të bërë vepër penale dhe që mund të dënohen. Thash, KQZ-ja e tashme i ka marrë si të qëna ato fakte dhe i ka marrë se krejt do të funksionoj pavarësisht kush është në krye të KQZ-s, po jo, është dashur që të komisionert të trajnohen në atë drejtim, të rritet vedia edhe e komisionerve, edhe vëzhguesve dhe të gjithëve se çka ndodh nëse dështojnë në ditën kur numërohen votat. Ajo që ka ndodhur në zgjedhjet e fundit, pra kemi një numër jashtëzakonisht të madh të votave të cilat janë manipulu në mes të kandidatëve, se jo në mes të partive, edhe kjo e ul dukshëm besimin e qytetarëve, po edhe të kandidatëve të cilët garojnë. Por kandidatë që u përfshin në këtë çështje duke u dalë mirë vota më shumë, janë përfshirë sërish në lista zgjedhore. Megjithëse thotë se kjo nuk është në rregull, vërson se është vendim i secilës parti. Ajo është çështje e partive, se si e menaxhon pastaj dhe si e bën listën, si e përpilojnë listën e kandidatëve. Mendoj që nuk është në rregull që kandidatët të cilët e kanë atë njollë të hyjnë përsëri në garë, po ajo është vendim i secilit subjekt. Edhe pse ka dalë në pension, Baldeti Daka ka marrë oferta për të qenë pjesë e listave zgjedhore në zgjedhjet e 7 qershorit. Ajo nuk ka treguar se nga cilat subjekte kanë qenë ofertat, por ka treguar arsyet pse i refuzoi ato, ndërtoi edhe fakti që fushata tani kanë rënë në nivel të ofendimeve e linçimeve. Se cilat subjekte kanë qenë nuk kisha dashur me thënë, sepse nuk është korrekte nga ana ime për ato subjekte. Pse nuk kam dashur është arsye personale. Fillimisht kam besu që mundem me qenë pjesë e ndonjë liste dhe kam mendu që kontributi im ka me qenë i rëndësishëm, po përkundër asaj të e pa skenën politike dhe të pa se si po zhvillohen këto ditët e fundit, sidomos të gjitha zhvillimet në skenën politike, megjithatë kam vendosur që mos me qenë pjesë e garës, sepse duke marrë parasysh disa përjashtime, megjithatë tashmë nuk zhvillohet garë për Kosovën, po zhvillohet garë në mes të emrave të përveçëm, zhvillohet garë se kush është më i keq, kush ka bo më keq, kush ka bo më mirë. Pak ka prej atyre të cilët dalin dhe tregojnë se çka kanë me i dhënë Kosovës, çka ka me bo puna e tyre, si ka me ndiku për të mirën e Kosovës, po ma shumë ka rënë në rrafshin personal, edhe në rrafshin e ofendimeve, në rrafshin e linçimeve. Edhe kjo ka qenë një prej arsyeve pse nuk kam dashur me qenë pjesë e garës. Nuk e kisha ndi veten rehat edhe një herë me kalu në përgjith ato linçime, shamje, fyerje të cilat i kam përjetuar në vitin 2021, sepse e di që në momentin që isha kyç të cila do të qoftë parti dikujt i kish pengu, s'ka lidhje të cila parti kisha shku, po megjithatë kishte pas persona të cilëve ju kishte pengu edhe kishin filluar të fushatën që i shohim nëpër media, nëpër Facebook edhe nëpër jetë të tjera.
E zgjedhjet e shumta thotë se e kanë lënë Kosovën në një gjendje qetësie që 2 vite ku thuajse asgjë nuk funksionon dhe ka humbur besime. Po përveç faktit që Kosova që 2 vjet ka mbet në një qetësi absolute, ku asgjë nuk ndodh, ku i kemi të gjitha pozitat pothuajse në shtet me ushtrues detyre, ku nuk kemi që 2 vjet kuvend funksional, ku nuk kemi vendime, nuk kemi ligje të cilat aprovohen, nuk kemi pothuajse është ndalë koha tashmë 2 vjet. Është sjell një dëm i madh në përgjithësi, edhe në rrafshin ndërkombëtar. Kosova po e hup reputacionin të cilin shumë vështirë ka fitu, sepse ne kemi shumë shtete të cilat nuk na ka njoft, kemi shtete të cilat ende besojnë se shpallja e pavarësisht ka qenë gabim, dhe të gjitha këto po shkojnë në dëm të Kosovës. Pra, dëmet janë të shumë fishta, po mbi të gjitha është hup besimi në pothuajse çdo gjë. Qytetarët janë në udhkryq, është një situatë besoj që Kosova pothuajse kurrë nuk ka qenë në situatë më të vështirë dhe më të keqe. Por a ekziston mundësia që të ketë sërish zgjedhje këtë vit? Sipas Valetit Dakës, kjo edhe mund të ndodhë nëse rezultatet do të jenë të përafërta, teksa shton se partia fituese duhet të bëjë kompromise. Nëse nuk kemi ndryshime të rezultateve, apo kemi rezultate të përafërta, ne do ta kemi përsëri një situatë të cilën e kemi tashmë 2 vjet, ku askush nuk lëshon pe dhe nuk ka kompromis. Natyrisht kompromiset gjithmonë priten nga partia e cila i fiton zgjedhjet, jo nga ato të cilat i humbin zgjedhjet, po gjithsesi nuk shoh ndonjë perspektivë shumë të mirë për Kosovën. Ndërsa sa i përket procesit zgjedhor të qershorit, Daka po tenton se KQZ ka marrë mesazhin nga zgjedhjet e fundit dhe beson se do të kujdesen që të mos përsëritet një gjë e tillë. Besoj që KQZ tashmë e ka marrë mesazhin nga zgjedhjet e fundit dhe besoj me siguri që do të kujdesen që në këtë drejtim mos të ketë shkelje të tilla të cilat i kanë pas në vitin e kaluar, po ajo mbetet shifet pas ditës së zgjedhjeve kur fillojnë numërimet dhe kur fillojnë me dalë rezultatet e para dhe kur kemi ankesa eventuale apo jo, atëherë do ta dimë se çka ka ndodhur gjatë numërimit, sepse dita e zgjedhjeve te ne tradicionalisht kalon shumë mirë. Do thonë qytetarët e kanë mësuar se ditën e zgjedhjeve nuk fitohet asgjë, ditën e zgjedhjeve të gjithë votojnë, kryejnë obligimin e vet qytetar, ata të cilët mendojnë se duhet me dalë, dhe dita përfundon mirë. Po pastaj fillojnë ato ngjarje të cilat ndodhin gjatë numërimit të votave. Edhe pse thirrja për të votuar është bërë klishe pasi në Kosovë bëhen zgjedhje shumë shpesh, ish-kryetarja e KQZ-s ka një mesazh për të gjithë qytetarët e Kosovës që ata me votën e tyre mund të ndryshojnë gjendjen.